Përshëndetje të gjithëve, komplimente për tematikën. Kjo nuk është thjesht çështje retorike politike, por ka lidhje drejt për drejt me sigurinë tonë kombëtare dhe për të ardhmen e vendit. Projekti i portit Durrësit në vetvete nuk është thjesht port për qytetarët e Durrësit, por është për gjithë shqiptarët, madje edhe për te shqiptarë, për gjithë botën shqiptare në vetvete. Nuk është një projekt thjesht për një qeveri apo qoftë edhe për një gjenerat, po projektohet e ardhmja e Shqipërisë, e madhe apo e vogël për 100 vitet e ardhshme. Doktori më parë në fjalën e tij preku pak çështjen e marrëveshjes nënshkruar me 4 shtator të 2020-s. Unë kam qenë pak i ndërlidhur me atë çështje, kështu që po sjell pak një histori të asaj kohe. Pra në verën e 2020-s, unë së bashku me një grup ekspertësh, inxhinier, një pjesë shqiptar, po edhe disa të tjerë të huaj, jemi përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe kemi projektuar, si thuash, atë projekt. Unë, bashkë me disa miq tjerë, kemi lobuar në Washington në atë periudhë, aso kohë me drejtë për drejtë me të deleguarin special të presidentit amerikan për çështjet e Ballkanit dhe me zyrtarë të tjerë të pjesës së sigurisë të Këshillit të Sigurisë në shtëpinë e bardhë. Kështu që në 4 shtator doktor ke pas edhe përfaqësuesit e partisë në shtëpinë e bardhë në një farë mënyrë. Ai projekt, të cilët në një farë mënyrë u projektua, përfshinte zgjerimin e portit Durrësit, jo thjesht kalimin në një zonë tjetër, po investim në portin e Durrësit. Kjo do të lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me hekurrull, sepse një port pa hekurrull nuk ka të njëjtën rëndësi, siç edhe një hekurrull pa port nuk ka të njëjtën rëndësi. Kjo do ndërlidhej me hekurrull me Kosovën, pra do kishte ndërtimin e një porti të thatë në fushë Kosovë dhe më pas do ndërlidhej edhe me Nishin dhe më pas me të gjitha linjat ndërkombëtare. Eksperti këtu foli pikërisht për këto çështjet financiare të lidhje me kontenjerët. Në analizat e kohës që janë bërë, një kontenjer për të kapur edhe pjesën e Europës lindore, pra për të shkuar në zonën e Ukrainës apo të Polonisë, duke kaluar nëpër portin e Durrësit, për llogaritë që ishte 20% më lirë në kosto krahasuar me Rotterdamin apo me Hamburgun. Kështu që tregu ekziston edhe sot. Po si arrita unë dhe miqtë e mi që lobuam me sukses në shtëpinë e bardhë? Është shumë e thjeshtë, pra mjafton të sinkronizosh interesat e tua kombëtare me interesat kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ato në atë periudhë ne ja arritëm, jemi ende në kohë, por sot ne jemi parë një fakti që kjo qeveri dhe ky kryeministër mund të ndalet vetëm përballë një ndërhyrje të madhe politike. Prandaj dhe ky takim unë e shikoj që është i rëndësishëm. Ajo që ne duhet arrijmë, pra detyra jonë kombëtare, detyra jonë patriotike si popull opozitar, pra e opozitës, i ekspertëve, jo ekspertët patronazhisht sigurisht, dhe shoqërisë civile që e ka këtë lloj ndjeshmërie të bashkohen, të sjellim, të projektojmë diçka dhe të fillojmë lobimin nëpërmjet rrjeteve networkut ton, të cilat sot janë edhe më të rëndësishme se sa para 6 vitesh. Kështu që unë besoj që kjo është iniciativë e duhur dhe gjithë bashku unë besoj që mund të dalim me sukses, e vetma mënyrë për të parandaluar këtë kryeministër është që dhe të arrijmë të implementojmë kapital strategjik. Çfarë do thotë kapital strategjik? Kapital strategjik të sjellim korporatat e mëdha amerikane apo gjermane, ka interes, pra kapital strategjik unë cilësoj dhe perceptoj BlackRockun, unë cilësoj dhe perceptoj korporatat e mëdha amerikane, të cilët nëpërmjet intensitetit, pra të pushit që ata politik që mund të bëjnë nëpërmjet ambasadave apo zyrtarëve të lartë në Washington, mund të parandaloj atë që po ndodh dita ditës. Nuk kemi shumë kohë, porti Durrësit mund të mos ekzistojë pas 12 muajsh dhe ne të jemi në pikën e qytetit Vlorës. Pra në Vlorë sot porti i vjetër po ndërtohen kulla, ndërkohë që porti i ri ende nuk ka filluar ndërtimin. Dhe ata do hynë në një kalvar procese gjyqësore problematike nëpërmjet SPAK-ut dhe GKK-s, të cilët do ta parandalojë atë dhe Vlora do jetë pa port. Të gjitha portet e tjera të lidhura me sigurinë kombëtare, pra portet ushtarake janë eliminuar,
duke u dhënë në formën pra në aspektin duke u mbuluar në aspektin e turizmit, zhvillimit turistik, Shqipëria është lënë pa port. Faleminderit.